Në Capitol Hill, në Washington, çështja e të drejtave të shqiptarëve etnik në luginën e Preshevës u rikthye në qendër të vëmendjes të institucioneve amerikane pas miratimit në Komitetin për Punë të Jashtme të Kongresit të rezolutës HR 6411. Rezoluta e iniciuar nga kongresmeni Kilself, kryetari në Komitetit për Evropën, trajton çështjet që lidhen me të drejtat etnike dhe kombëtare të shqiptarëve në jug të Serbisë. Dokumenti u miratua gjatë procesit të shqyrtimit markup në komitet me mbështetjen dypartjake nga kryetari i komitetit Brian Mast dhe nënkryetari Gregory Mix. Pas këtij hapi, rezoluta pritet kalojë për miratim në seancën plenare të Kongresit Amerikan. Sipas Gino Mulliqit, kryetar i AFA, rezoluta synon të adresojë diskriminimin sistematik ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës, përfshirë dhe çështje si pasivizimi i adresave, kufizimi të drejtës së votës, mungesa e përfaqësimit në institucione shtetërore, si dhe pengesat e përdorimit të gjuhës shqipe, arsimit dhe zhvillimit ekonomik. Ai theksoi se ky zhvillim konsiderohet si rezultat i një angazhimi të gjatë dhe të vazhdueshëm të lobimit shqiptaro-amerikan. Përpjekjet datojnë prej fillimit të viteve 2000 në ndërtimin e Joe dhe Shirley Dioguardit përmes Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe janë intensifikuar vitet e fundit nga organizata Albanian for America. Miratimi i rezolutës në komitet shitet si një sinjal politik i qartë ndaj autoriteteve në Beograd.